Jemi pra duke u shoqëruar me emisionin Bonbon, shpresoj që edhe ju shikues po kaloni qaste të mira me programin ton. Në ditën e sotit të vitit 1999 filloi intervenimi NATO-s në Kosovë. Ky intervenim ushtarak ishte pasojë e shtypjes serbe, e cila që nga viti 1878 ishte permanente. Mirëpo që kulmoi në vitin 1999, kur forcat Miloševićiane kaluan në fazën e fundit të shtypjes, respektivisht të spastrimit etnik të Kosovës nga shqiptarët, të cilët përbënin mbi 90% të popullsisë. Kjo gjë ishte shkelje të drejtave njerëzore në mënyrën më flagrante. Prandaj edhe Aleanca Veriatlantike vendosi që të ndërmarrë një hap i cili do të ndërprente gjenocidin mbi popullin e pambrojtur të Kosovës. Musot pra bëhet edhe promovimi i librit të profesor Dr. Nusret Planës, NATO Intervention in Kosova. Libri në fjalë në gjuhën shqipe është botuar më parë, mirë po sot bëhet promovimi, apo u bë më mirë të themi promovimi i tij në gjuhën angleze. Ne në studio e kemi ftuar zotin Plana, pra autor të një varg librash mbi luftën e fundit në Kosovë, e cila kulmoi me veprën intervenimi NATO-s në Kosovë. Zotri Plana, mirë se erdhët në emisionin ton. Mirëse vizheta, faleminderit për ftesë. Urime për librin dhe për fillim na informo se si shkoi promovimi i cili përfundoi para pak qastesh. Edhe një herë faleminderit shumë për ftesën dhe është kënaqësi që mosafiri juaj për të satën herë me radhë. Kënaqësia shumë më e madhe kur çdo vepër time publicistike dhe dokumentare, radio televizioni shumë i respektuar 21 i përcjell këto ngjarje sepse vërtet lanë gjurmë thella në historinë tonë më të re, në historinë tonë të përgjakshme, të dhëmshme, por shumë krenare. Ishte një promovim vërtet i mrekullueshëm sepse këtë mrekulli ne mundsuan studentët tanë, studentët e mi të Universitetit ABR Invest, por edhe të Universitetit Prishtinës, të cilët ishin aq shumë saqë nuk i zinte edhe salla amfiteatri i madh i Universitetit ABR Invest. Kështu që vërtet ka qenë një atmosferë madhështore e cila kulmoi me promovimin e kësaj vepre në gjuhën angleze, intervenimi i NATO-s në Kosovë, e cila do të jetë që nga sot dhe në duart e opinionit edhe kombëtar dhe ndërkombëtar. Po. Dhe lërësht mund të themi se përkthimi i librit tuaj pra intervenimi i NATO-s në Kosovë në gjuhën angleze është një punë e mirë, nga se me këtë publiku i gjerë, sidomos ai jashtë Kosovës, do të njihet me gjendjen faktike të viteve të 99-s, e cila nga njerë parashitet në prizma të ndryshëm. Pra, ju si autor keni bërë një punë të mirë në këtë drejtim, apo jo? Jam përpjek të bëjt, ju them të drejtën, dhe për mua ka qenë me interes të veçantë përkthimi i këtij libri. Me një fjalë nuk jam bërë rahat që nga vjetë kur është botu verzioni shqip, që ky libër të del në dritë në gjuhën angleze, sepse ne të gjithë dim mirëfilli shqiptarët sa kemi vuajt nga regjimet e vazhdueshme pushtuese serbe, por me theks të veçantë është dashur të koncentrohemi në vepra të tilla publicistike dokumentare në gjuhë të huaja, në veçanti në gjuhën angleze, sepse është gjuhë botërore që e flet krejt bota, dhe përmes këtij libri jam i bindur që opinioni ndërkombëtar edhe më tepër do të informohet me të vërtetat e mëdha, me argumentet dhe dëshmitë e një gjenocidi të parreshtur serb, siç e thatë edhe ju, që nga fillimi i vitit 1878 deri në vitin 1999, kur ky terror, ky gjenocid kulmoi me intervenimin absolutisht humanitar dhe ushtarak të NATO-s, superfuqisë botërore e quajtur Aleanca Veriatlantike. Po, libri në fjalë mund të jetë edhe një informim, nëse mund të themi, i cili do të ndihmonte në opinion dhe bisedat në mes të Prishtinës dhe të Beogradit, të cilat tashmë kanë filluar. A pajtoheni me këtë vlerësim? Ju them të drejtën, unë personalisht nuk kam qenë idhtar i këtyre bisedimeve, kështu që nuk po hyj më thellë në këtë pikë, por se ky libër do t'i shërbej edhe opinionit kombëtar dhe ndërkombëtar për të vërtetat shumë të mëdha, për të vërtetat tepër të hidhura, që populli ynë në radhë parë dhe të tjerët, opinioni demokratik botëror, ta kuptoj se nuk ka qenë e rastit intervenimi i NATO-s në Kosovë, sepse nuk është ushtruar gjenocid, krime dhe barbari mbi shqiptarët vetëm në vitin 1998-99. Nuk ka qenë preteksti aty. Por ky libër fillon ta trajtoj tragjedin kombëtare të shqiptarëve që nga vitin 1877-78, që nga Toplica e Përgjakur, nga e cila vija dhe vetë, nga plane e madhe Toplicës së Përgjakur të Sanxhakut Nishit, të cilën fatkeqësisht ne shqiptarët e kemi lënë në harrest madhe, dhe është një pa përgjithësi, mendoj, totale jona, pse nuk përmendet
domethënë gjitha e tragjedie madhe dhe pastaj fillojnë të gjitha ngjarjet më të rëndësishme dhe ngjarjet të cilat vërtet e kanë quar në këmbë krejt opinionin përparimtar ndërkombëtar botëror, por sidomos duke ju falendëruar Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila e udhëhoqi këtë luftë me sukses mjaft të madh. Po, krahas kontributit të madh që dha NATO në ndërprerjen e spastrimit etnik dhe çlirimin e Kosovës, është edhe UÇK-ja. Ku e shihni ju lidhjen mes të këtyre dy komponenteve? Mendoj që është pyetje shumë e qelluar. Ushtria qlirimtare e Kosovës, edhe pse nuk është thënë botërisht, përmes këtij libri në aspekte absolutisht shkencore, në bazë arkivave dhe dokumenteve që janë nxjerrë edhe nga arkivat kombëtare dhe ndërkombëtare, del se edhe ushtarakët e NATO-s, jo publikisht, por në formë interne e pranojnë se ushtria qlirimtare e Kosovës ka qenë ushtri toksore e NATO-s dhe pate nuk kish mund të zhvillohet lufta aq e suksesshme. Domethënë ka pas një rol të veçantë, sepse ajo luftë është filluar në vitin 1997 dhe sakrificat sublime që i ka bërë kjo ushtri, vrasjet, pastaj edhe rënje më tepër se 2500-600 dëshmorëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe mijëra martirëve ka bërë që kjo luftë vërtet të bëhet luftë me aspekt ndërkombëtar në të gjithë opinionin botëror. Po, ju, zotri Plana, ishit pjesëmarrës i drejt për drejt i luftës, respektivisht ishit njëri ndër folësit Radios Evropa e Lirë. Kosova e Lirë, më falë. Dhe ju i dini pra më së miri efektet e intervenimit të NATO-s. A do të veçoni ndonjë për emisionin tonë? T'ju them të drejtën momenti i parë, sot 12 vite, domethënë sot 12 vite dhe nuk është rastet që unë e kam caktuar këtë datë që të promovohet ky libër në gjuhën angleze, sot 12 vite më parë kur unë me shokët e mi të Radios Kosova e Lirë gjendeshim në shtëpinë e Aslan Berishës, aty ku e kishim vendosur teknikën e Radios Kosova e Lirë, në ato momente kur lajmëroi ish televizioni shqiptar i atëhershëm për ndërhyrjen e NATO-s dhe për bombardimet e para, ne me një emocion të veçantë dhe me një korreshtje të paspjegueshme i kemi prit ato momente dhe i kemi përjetuar vetë në vendin e ngjarjes. Dhe kur është dhënë ai lajm në televizion, ne kemi pas një televizion të vogël, një televizion që punonte me një bateri të traktorit, ne nuk kemi arritë të dalim të gjithë nga ai bunker ku ishin të vendosur, sa me shpejtësi të madhe ka vepruar NATO-ja dhe i ka hedhë bombat e para në kodrën e Goleshit, aty ku ka qenë koncentruar pjesa më e madhe e arsenalit të armatimit ushtarak serb. Në libër keni përfshirë dhe një pjesë në të cilën ndoshta edhe sot mund të na citoni disa fjalë nga ajo rreth jehonës së intervenimit të NATO-s në qarqet ndërkombëtare. Po, pikërisht do ta citoja 2-3 rreshta këtu, sipas analistëve evropërendimor, por edhe sipas burimeve të shteteve që ishin pjesëmarrëse të drejtë për drejta në luftën qlirimtare në Kosovë, fushata e ndërhyrjes së NATO-s realisht kishte 3 qëllime kryesore, 3 qëllime themelore, dhe ato ishin: 1. Ti tregonte Miloševićit dhe pushtetit serb se forcat demokratike evropiane ishin plotësisht të vendosura për ta ndalur qoftë edhe një mundësi tjetër të spastrimit etnik. 2. Për ta shmangur një ofenzivë edhe më të përgjakshme kundër civilëve të pafajshëm në Kosovë, dhe 3. Në qoftë se Miloševići nuk do të hiqte dorë nga qëllimet e tij, do të dëmtohej seriozisht aftësia ushtarake e ushtrisë dhe policisë serbe. Këto pra kanë qenë 3 qëllimet kryesore të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s në Kosovë. Po, shumë thonë se historia është mësuese e jetës. Çka ne mund të mësojmë nga kjo histori fare afërt? Këtu do t'jem edhe vetë kritik, pak sepse edhe si popull, edhe si institucione, edhe si akademi, nuk jemi në nivelin e përgjegjësisë dhe detyrave kombëtare që i kemi dhe që nuk kanë parashtruar sidomos pas luftës. Me një fjalë, fenomenin e harresës e kemi në gjak, sikur e kemi këtë defekt kolektiv. I harrojmë shpejt gjithë ato tragjedi, gjithë ato përgjakje të mëdha që i kanë ndodhur i popullit 150 vjet rresht. Shumë shpesh thuhet janë vrarë 15.000, 16.000, 20.000 shqiptarë në luftën e fundit. Ajo është pjesa më e vogël e vrasjeve dhe masakrave dhe krimeve serbe në Kosovë. Ndërkësh kur t'jepet shifra prej 570.000 shqiptarëve që janë vrarë nga vitin 1877 nga toplica jone përgjakshme e deri në 99 del se
këtu është bërë hata mbi këtë popull. Dhe prandaj më habit insistimi i Evropës për të bërë dialog me Serbinë, kur Serbia ende se pranon Kosovën as si shtet dhe nuk pranon asgjë. Të vërtet nuk e pranon realitetin e Kosovës edhe pas 12 viteve pas intervenimit të NATO-s në Kosovë. Po përkundrazi, Serbia dhe sot e kësaj dite vazhdon me gjithë atë bagazh të krimeve dhe të masakrave që i ka bërë që 150 vjet rresht, jo vetëm mbi shqiptarët, por edhe mbi popujt e tjerë në Jugosllavi. E ka një bagazh të krimeve dhe masakrave prej më shumë se 500.000 njerëzve civil të pafajshëm dhe sot me çdo kusht të insistohet për ta fut pa zgjedh mjet edhe metodën e Evropë, kjo është e pafalshme. Me një fjalë, thjesht nuk mund të shpjegohet, as shkencëtarisht, as në aspektin humanitar, as njerëzor, pse Serbia me gjithë këto krime dhe masakra ende vazhdon të mbetet e përgdhelur e Ballkanit. Dhe kjo krejt po shkon në dëm të Kosovës dhe të popullit shqiptar. Prandaj ushtria çlimtare e Kosovës me hyrjen e saj në luftën e pastër çlimtare ka hap procese të reja historike. Me një fjalë, janë të pashmangshme edhe rrugë tjera, alternativa tjera që ky popull me domosdoshmë duhet të luftojë me mjete demokratike për bashkimin e trojave shqiptare, se përndryshe Bereqet nuk ka veç në këtë formë. Mendoni se është rrugë e lehtë kjo? Absolutisht është e domosdoshme dhe e mundshme. Dhe sigurisht është shumë më e lehtë se rruga e përgjakshme që ka qenë për 12 vitesh. Por unifikimi i faktorit gjithë shqiptar është i domosdoshëm, të lihen anash interesat personale, partijake, klanore dhe mos të brulaven shqiptarët në një veti për interesa, për të ndera, për poshtërsinë të tilla, po thjesht të jenë unik, të jenë kompakt dhe të shohin se ora është 1 minutë para 12-ve. Ky popull duhet bashkohet. Unë fillim tash ju jeni autori një varg librash mbi luftën e fundit në Kosovë. Sigurisht edhe tash ju jeni duke punuar në këtë drejtim. Cili do të jetë hapi tjetër? Hapi tjetër është pikërisht në këtë muaj. Më 29 mars promovoj librin Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët në 4 gjuhë, që e keni përcjell promovimin e tij në Prishtinë, në Gjenevë, në organizimin e Ministrisë tonë punëve të jashtme dhe ambasadës zvitrane, në udhëheqjen e ambasadorit Najmale, i cili me përkushtim të madh ka bërë një agjent shumë të mirë. Domethënë më 29 mars promovohen në Gjenevë libri, filmi dokumentar kur masakrohen fëmijët që është i përkthyer në gjuhën angleze dhe ekspozita dokumentare gjenocidit serb në Kosovë. Ndërkaq më 31 mars në Zyrich po të njëjtat vepra promovohen pra në vendlindjen, po them kushtimisht të Dikmartit. Bile edhe ata kemi ftuar të marrë pjesë në promovim, pavarësisht prej faktit se a vjen apo nuk vjen. Dhe ne ato libra, ato vepra do t'ja çojmë me adresë edhe në shtëpinë e saj nuk vjen. Dhe për fund të mos mbetem bërë që gjatë bisedës paraprake më thatë se emra të mëdhenj janë ndihmues, kontribues në librin për cilin po flasim sot. Pikërisht ashtu është. Këtu është shfrytzuar një literaturë mjaft të gjerë, një literaturë absolutisht argumentuese dhe dëshmuese e aktorëve kryesor që kanë qenë pjesëmarrës të drejtë për drejtë të ngjarjeve në Kosovë të ndërhyrjes humanitare dhe ushtarake në Kosovë. Prej ish presidentit Bill Clinton, Madeleine Albright, pastaj Solanës, Ahtisarit, Clarkut e shumë aktorëve të tjerë kanë shfrytzuar të gjitha literaturët e aktorëve ndërkombëtar që kanë marrë pjesë në çlirimin e Kosovës. Prandaj ky libër mendoj që e ka një rëndësi të veçantë sepse vjet hiç më larg posa është promovuar Universiteti Amerikan i Kosovës e ka fut komplet në internet. Domethënë e ka pa peshën dhe rëndësinë e saj që është vërtet e veçantë. Faleminderit që ishit me ne, urojmë që të vazhdoni me suksese të tjera. Ju faleminderit shumë edhe një herë për ftesën dhe për respektin që po ma bëni në vazhdimsi. Faleminderit.